Eneda! Më thuaj. Pas një gjë të mërshme në rrugë. Sot? Po, i vodhën çante një grua aq keq më ka ardhur, aq keq më ka ardhur sa. Pas kanë filluar grabitje, do me thënë. Kanë filluar dhe vazhdojnë shumë keq, shumë keq. Në fakt, po shqetësohem pak për Donikën, se Donika del me çantën e madhe në rrugët e Tiranës dhe grabitësit imagjinohet, po ta shikojnë, do mendojnë kështë diçka kjo brenda. Po ça Donike do karro treci ta marrë me gjitha çantën, sa theti. Ai gjëra sa kanë çanta ajo, nuk e marrin Donikës po lëre. Mos bëj shaka tani, po jam e shqetësuar vërtet. Po nëse e shqetësuar, e thrasim dhe e instruktojmë pak. Po shumë mirë, dakor. Donika! Po të shko Donika ma vri me vongele të rjetën, a? Dona, s'vangre shpirti. O, eklipsi, Dona, sa i mërje bërmi me këtë fustanin, apo ja? Së të them. Po e djenera, më vjen të plasa, më vjen të plasa. Fiks si ku e kam dhe unë mi fiks. Nuk e vesh do, tani që ke vesh ti mas, e më nërë, jo, nuk e vesh do, jo. Nuk e si ta vesh. Lali, vjen. Lali, kur do dalësh në pension aman? Kur do vi? Që mëndi? Qa themoj? Kur do dalësh në pension? Kur do vja i Lorik Cana? E disa të shkon Loriku mi. Ua, që të them. S'kam që të bëj tani, ne film bëgjë tjetë, kjo do të ka marrë çantë. Alo! No comment! Më falë, po e te përove, mirë që afrove më shumë se shduhet, po gudzojt më prek dhe çantën, të lutem, jo çantën. Jo moj, ti mirë bëre, se ne për këtë punë të këshim thirur. Po për këtë punë thirur, qa bën kështu? Më thirur të rah Lalin? Kjo është ma vri me boj dhe të raurën ti me kamangut, nuk ju kuptojnë fare. O, Dona, të morën për të instruktuar se kanë plasur vjedhjet në Tiranë. Po, pra! Të kesh kujdes, ta mba çantën me kujdes. Lali, më rafton pika të vrava, mirje. Jo, nuk i brave. Po mirë, me qemi në ekran, nuk thëm t'ju bëjmë një apel të gjithve, sidomos grabicëve. Mos të kruani shumë e Donën, se do t'apësoni më kejtë Lali. O, Dona, po përmbau një përmbau, se ata grabicit nuk janë si Sala, janë edhe më keq se Sala. Po e dini, e nëjna të lutem, të eklipsuar totalisht, po fare, më thua një femër që dele në shtëpia pa minimumin e minimumit të gjërave domosdoshme për mbrojtje. Ajo, ke drejt. Çkam ky Lali sot na hoqit rrurin, në momentin që afrohet një grabitës, ne nxjerrim këta. Pasqyrë? Nxjerr një pasqyrë për vetë mbrojtje? Të lutem Eneida. Ata zakonisht janë aq të shëmtuar dhe të palar. Po. Kur shikojnë veten, trëmbe dhe afusin vrapit, më ikin, betoj, më ikin. Vërtet, ha? Pa. Ja, e shikon mirë, Një sekund të shof dhe njerë. Po unë që jam i bukur. Ne të bukurit, si ja bëjmë ne jemi të bukur? Në momentin që ai është i bukur, ndryshojmë taktik, luftojmë trup me trup. Trup me trup, më pëlqej ka luftë trup me trup. Po, nxjerrim mjetet, element, nuk del një femër pa këto. Asnjëherë. Dhe kur ai është i bukur i dheut, si Lorik Cana, ne mundohemi ta godasim, por me kujdes që të zgjohet prapë, mos o zot, mos të zgjohet më, e godasim me të parën, me të dytën, dhe presim që ai të çohet në këmbë. Numërojmë deri në 10. 1, 2, 3, 4, kur ai përmendet i themi, Lorik të dua, do martohemi bashkë? Do martohemi bashkë? Dona, mos fluturo kot. Nuk është Loriku ai aty. Është keqbërës. Po mirë, në këtë moment ndryshojmë taktik ço, Lorik se mbarua me ty, meri këto, në këtë moment nxjerrim manualin e karates për vetë mbrojtje. Po. Shiko, Po, dhe di çfarë bëjmë? E dini, e hapim. Po. Po. Në momentin që e hapim, mbaje pak, nxjerrim këtë. Po, nxjerrim këtë. Çfarë është ai më? Të lutem Enida, të lutem. Është fjalor gjuhës kineze, është i papërkthyer. Është i papërkthyer manuali. Si? O Dona. Sa ta hapësh ti, sa ta përkthesh ti, ai të ka marrë çantën edhe ka ikur hyn kin ka ikur. Ma vri me bojë, të rjetë ngelim ma vri me bojë. Lali, ku kushtaj që ta përkthej? Po! Ja, për çfarë duaj, ja. Ma vri me bojë, nuk merr vesh fare, nuk merr vesh fare. Të kështë që keq bërësit me lipur kokë? Sigurisht. Po kjo që ka metodë shumë e bukur. Po. Ha, nuk të mjafton. Po dhe duen armë, që janë këto libra, duen armë i gocë. Armë? Armë. Del një femër si Dona pa armë me vete, po apo jo?
Pra, ja, të shikojmë, duhet të kem pa tjetër një armë. Mbaj njëherë këtë, bën punë. Ka qavit. Shiko. Rrit, kemi edhe këtë fik për prerë. Ajo shpak, më Fik, të lutem, më një sekond. Kemi edhe këtë, kur e shikojmë nga larg që na afrohet. Kemi edhe këtë. Prit pak. Ua, më falë, se kemi këtë për asat emergjenca. Një sekond. Asë mos i shkoj mendja ati të afrohet. Qarkullon me çankë këtu ti. Kemi edhe diçka më efikase, Copa. Ma nuk po del, O dona, po më duket si film horror, ë? Më fal, karamele janë këto? Po Jo, armash komplet gjë tjetër. O dona, ngjo. Nuk janë karamele ato. Po armash komplet tjetër gjë se ky ma vri me boj, nuk të lë rehat. Mbaj se edhe këto duhen. Po. Kemi edhe këtë bombën e stilit të ri. Molotov. Po, kemi edhe këtë. Ngjo. Prit, Lali. Nuk duhem, qa bomba të Kemi edhe këtë. Dona. Vjen kejta që si s'ka policia njerë. Jo, mos e diskuto, nuk është kjo arma ime. Kush arma jote, moj? Pika, e ka të të gjepi vogël, E po, më dona, kujtohu se nga trëmbe. Kjo është arma më efikase për çdo femër. Qa është kjo? Depilator. Po ambajti. Depilator? Po. Po ti do t'i ruas apo do t'i vras? Se s'kjo armë, zumi dona, gjitho armë. Jo vetëm ti, po të gjithë meshkujt në përgjithësi janë ma vri me boja, po jo. Ju lutem. Duket si depilator, por është pistolet që ma ka sjellë një shoku im nga Londra. Depilator, ashtu të rish. Hajde ikim t'apim një kafe. Le ta afrohet, mbajti, le ta afrohet, afrohuni, ha. O Salsandro, atë kanë lonë me dridhje?